Merre zoti kryetar. Ka për zhelësh e zjarre jashtë. Nuk është normale dhe nuk ka ndodhur kurrë që një nanë e 2 fëmijëve, fëmijë të cilës janë kërcënuar nga bandat gjatë fushatës elektorale të fyhen me një fjalor aq vulgar sa as në shpellat e mafjes nuk përdoren sepse ato kanë një kod. Nuk ka ndodhur kurrë në parlamentin e Shqipërisë që një mamë tjetër e re me 2 fëmijë të vegjël të kërcënohet gjatë seancës plenare e ti thuhet që do të tregoj unë ty. Nuk ka ndodhur kurrë që deputeti të provokoj midhimjen e vrasjes së 4 dëshmorëve të demokracisë. Nuk ka ndodhur kurrë që të provokosh dhimbjen, jo thjesht të 4 familjeve, por të një qyteti dhe të një shoqërie dhe një gjaku që është vendosur në bazën e një sistemi që ne do ta ndërtonim me të metat e të mirat në 3 dekada të ardhshme. Por kur një burr provokon mbi dekurin dhe merret vetëm me gra, ka vetëm një shprehje për te. Merre zoti kryetar. Ka për zhelësh e zjarre jashtë. Mua nuk ma merrte mendja që do vinte dita të rikthenim tok fjalshin kape për zhelësh për shembull, si normë, që se kam mendova se i kishim thënë lamdumirën, por ja që situata e tensionuar këto ka, edhe nuk arrim do të kontrollojmë pastaj emocionet politike.